Jam në qytetin e Vushtrisë, njërin ndër qytetet më të lashta nëse jo më antiku në Kosovë. Dërgonëm ju qytetarë të Vushtrisë, a është Vushtria qyteti më i lashtë në Kosovë. Prapa me është kalaja Vushtrisë, një prej bukurive të qytetit të Vushtrisë, cilën kena me vizitu edhe me pa çka ka në këtë kala, atë shkojmë ta shohim brenda kalan. Muret e kalas janë goxha trasha, normalisht është përdorur në kohën e kaluar për mbrojtje kështu me radhë, prandaj konstrukti i kalas është i tillë, i fortifikuar mirë, i murosur goxha mirë. Në brendësi të kalajës mundeni me pa disa fotografi dhe disa pajisje që janë përdorur në kaluarën. Kjo është mikseta e zërit që është përdorur në kaluarën, po ashtu kjo është magnetofoni me sherit 8 mm. Janë trashëgimi historike dhe kulturore e qytetit të Vushtrisë. Kjo është zmadhuesi fotografisë, sigurisht është përdorur për fotografi që mundemi pa në prapavi. Këto janë disa fotografi që tregojnë qytetin e Vushtrisë viteve 70-ta, kryesisht janë gjatë shekullit 20 këto fotografi. Hamami apo banja publike që është ndërtuar në kohën e Parandrës Osmane, kjo është përdorur gjatë ditëve të festës, kryesisht gjatë ditës së xumas. Këtë di për hamamin e Vushtrisë, por në qytete të tjera ka pasur edhe një hyrje të dalluar, të veçuar për gratë, kanë përdorur edhe gratë për hamamin. Kjo është tyrbja e qytetit të Vushtrisë. Normalisht tyrbja ka luajtur një rol historik edhe religjioz për qytetin e Vushtrisë. Krahas xhamive në shumë pjesë të Kosovës ka pasur edhe tyrbe. Kalaja i ka 3 kate, në cilën kat ka fotografi të ekspozuara. Kjo është xhamia e Gazi Alibegut, xhamia e Çarshis. Kjo është një fotografi gjatë faljes së namazit të xumas. Pra ka besimtar aty, kryesisht janë besimtar me kapela të bardha, apo ashtu që një me plisa. Normalisht gjatë festës së Bajramit, qytetarët e Vushtrisë kanë shkuar në xhami dhe kanë fal Bajramin. Këtu mundeni me pa shumicën e besimtarëve me plisa, që është një veçori dalluese e shqiptarëve, pra plisën e kokë në xhami duke u lutur Zotit. Pas luftës së dytë botërore, qyteti i Vushtrisë bën një farë kapërcimi modernist nga një shoqëri tradicionale e mbyllur, kryesisht ku ka pasur burra të kyçur në sferën publike. Për një moment fillojnë çfaqen gratë dhe vajzat, pasyshërisht vajzat që fillojnë mësimin nëpër shkolla. Kjo është një fotografi realizuar në vitin 1958, ku mundemi pa disa vajza që kanë filluar tashmë të shkojnë në shkollë. Një fotografi tjetër që ilustron atë kapërcimin modernist që isha duke përmend, to janë gratë e fabrikës së ngjyrave Ekstra. Fotografia është gjatë viteve 60-ta, edhe sheh për një moment që nuk ka më vetëm burra në sferën publike, ka edhe gra. Shumica e këto fotografive i ka realizuar fotografi Nesim Ispahiu, i cili dorë në zemër ka bën një punë të shkëlqyer në dokumentimin e historisë, kulturës dhe jetës së qytetit në Vushtri.